Vendimi një vajze 19 vjeçare për të adoptuar 6 vëllezërit e motrat e saj tronditi botën. Vite më vonë, transformimi i tyre do t'ju lër pa fjalë. Nga lufta në triumf, dëshmoni se si dashuria dhe vendosmëria riformësuan fatin e jashtëzakonshëm të kësaj familje. Trokitja ashpër në derë theu qetësinë në shtëpisë së familjes Yevchenko. Kristina, vetëm 19 vjeçe, ndjeu zemrën t'i binte kur hapi derën dhe pa 2 policë me fytyra solemne. Në atë moment, kur ata i dhan lajmin për aksidentin tragjik të prindërve të saj, bota e Kristinës u shemb, por nuk ishte kohë për pikëllim. Fjalët e radhës të policëve goditën si një goditje fizike. Duhet të diskutojmë për rregullimet për vëllezërit dhe motrat tuaj më të vegjël. Implikimi ishte i qartë. Pa prindër, fëmijët do të dërgoheshin në një jetimore. Mendja e Kristinës filloi të vraponte, ktheu kokën pas në shtëpi ku 6 vëllezërit dhe motrat e saj më të vegjël ishin mbledhur së bashku me frikën e dukshme në sytë e tyre. Në atë çast ajo mori një vendim që do të ndryshonte rrjedhën e jetës së të gjithëve. Jo, tha ajo me një zë çuditërisht të qëndrueshëm. Ata do të qëndrojnë me mua. Policët shkëmbyen shikime skeptike. Sonjush, ju vetë jeni pothuajse e rritur. Të rrisësh 6 fëmijë nuk është një detyrë e vogël. Por Kristina qëndroi pa lëkundur. Ata janë familja ime, do të gjej një mënyrë. Kështu filloi një udhëtim i jashtëzakonshëm. Në një moshë kur shumica e të rive fillonin kolegjin ose punën e tyre të parë, Kristina Yevchenko u përball me detyrën e frikshme për të bërë prind për 6 fëmijë brenda natës. Sfidat ishin të mëdha. Si do t'i mbante ata? A mund t'i mbante bashkë kundër të gjitha pengesave? Dhe a mund e vërtet një adoleshente të rriste një familje? Ditët pas asaj trokitje fatale në derë ishin një vorbull pikëllimi, dokumentesh dhe vendimesh që ndryshonin jetë. Kristina shpejt u gjendu ulur në një zyrë të vogël në departamentin e kujdestarisë dhe besimit të qarkut komunal Kalinski, përballë një gruaje me pamje serioze nga shërbimet për mbrojtjen e fëmijëve. Zonjush Kristina filloi punonjësja sociale me një zë të prerë dhe profesional. E kuptoj dëshirën tuaj për të mbajtur familjen bashk, por ne kemi shqetësime serioze për aftësinë tuaj për të menaxhuar një familje kaq të madhe në moshën tuaj. Zëri Kristinës dridhej paksa ndërsa përgjigjej. E di që jam e re, zonja Petrova, por këta janë vëllezërit dhe motrat e mi. Kemi humbur tashmë prindërit tanë. Nuk mund ta duroj mendimin për të humbur njëri tjetrin gjithashtu. Ajo mori frymthell duke u qetësuar. Kam lënë shkollën në Çabin dhe jam kthyer në fshatin tim të lindjes. Po mësoj të menaxhoj shtëpinë dhe jam e përkushtuar për t'u dhënë atyre jetën më të mirë të mundshme. Shpreha e zonjës Petrova u zbut paksa. Përkushtimi juaj është i admirueshëm, Kristina, por të rrisësh 6 fëmijë nuk është një detyrë e vogël. Shtëpia ka nevojë për riparime, nuk ka ngrohje qendrore dhe ju nuk keni një të ardhur të qëndrueshme. Si planifikoni të siguroni nevojat tuaja? Kristina u përkul përpara me sy të shëndizeshin nga vendosmëria. Kam qenë duke punuar për një plan. Autoritetet lokale kanë premtuar të ndihmojnë me riparimet e shtëpisë dhe ngrohjen. Kemi një kopsht të vogël dhe disa kafshë shtëpiake që do të ndihmojnë me ushqimin dhe po shoh për mundësi pune që mund t'i bëj nga shtëpia ndërsa kujdesen për të vegjëlit. Pas asaj që duke si orë të tëra, zonja Petrova pçërtyu dhe mbylli dosjen e saj. Shumë mirë, zonjësh Kristina. Do t'ju japim një periudhë prove si kujdestare, por dijeni që do të jemi duke vëzhguar nga afër. Çdo shenjë që nevojat e fëmijëve nuk po përmbushen dhe ne do të duhet të rishqyrtojmë. Letësimi përfshiu Kristinën si një vale madhe. Faleminderit, përshpëriti ajo me lotës që bickonin syt. Nuk do t'ju zhgënjej, nuk do t'i zhgënjej as ata. Si pjesë e marrëveshjes së kujdestarisë, Kristina mori rreth 70.000 rubla nga shteti për 6 fëmijët. Nuk ishte shumë, por ishte një fillim. Për më tepër, shteti filloi të transferonte një pension të bijetuarve për të gjithë fëmijët. Megjithatë, Kristina mori një vendim që fliste shumë për karakterin dhe përkushtimin e saj ndaj të ardhmës së vëllezërve dhe motrave. Ajo betua se nuk do ta prekte kurrë këtë para të pensionit. Ajo do të mbetej i sigurt në llogaritë e fëmijëve. Kjo do të thoshte se Kristina do të duhet të ishte edhe më e zgjuar me fondet e kufizuara që kishte në dispozicion. Ajo dinte që çdo qindark do të duhet të buxhetohej dhe të shpenzojë me mençuri. Përgjegjësia financiare i rëndoi supet, por kjo vetëm forcoi vendosmërinë e saj.
Ndërsa Kristina largohej nga ndërtesa e shërbimeve sociale, media e saj vraponte me gjithçka që duhet të bënte. Javët e ardhshme ishte një vorbull aktivitetesh. Kristina u hodh me gjithçka që kishte në rolin e saj të ri. Prioriteti i saj i parë ishte të bënte shtëpinë e sigurt dhe të ngrohtë për dimër. Ashtu siç kishin premtuar, autoritetet lokale ndërhyn për të ndihmuar me riparimet e shtëpisë dhe ngrohjen. Ata u morën me riparimet më urgjente, duke u fokusuar në rregullimin e çatisë që pikonte, izolimin e dritareve dhe sigurimin që sistemi ngrohjes të mos I linte në balë gjatë muajve të ftohtë. Kristina ishte jashtëzakonisht mirënjohëse për mbështetjen e tyre, e cila I lejoi të shpërndante fondet e kufizuara për nevojat e tjera të ngutshme të vëllezërve dhe motrave të saj. Me fondet, Kristina furnizoi me gjëra thelbësore. Bleu rroba të ngrohta dimërore për fëmijët, duke mbushur dollapet e tyre me artikuj praktik që mund të vishen në shtresa dhe të kalonin nga njëri te tjetri. Ajo investoi në ushqime bazë me shumicë, duke mësuar të gatuaj vakte të shijshme dhe të përballueshme që do të ushqenin 7 gojë të uritura. Ndërsa parat po mbaronin, kreativiteti I Kristinës lulëzoi. Ajo u bë e aftë në punët e shtëpisë. Fondet fillestare I ndihmuan të kalonin, por Kristina e dinte se duhet të gjente zgjidhje më të qëndrueshme për të mbështetur familjen e saj për të ardhmen. Përkundër sfidave, kishte edhe momente gëzimi. Ndërsa fjala për situatën e Kristinës u përhap, fshati u mblodh rreth tyre. Fshinjet vinin me gatime dhe rroba të përdorura. Dyqanxhiu I zonës her pas here fuste artikuj shtesë në çantat e tyre duke refuzuar pagesën. Nuk ishte shumë, por çdo mirësi e vogël ishte pak pesh nga supet e Kristinës dhe ndihmonte në shtrirjen e burimeve të tyre edhe më tej. Një mëngjes të freskët shtuneje, një trokitje në derë zbuloi zonjën Petrova. Zemra e Kristinës u ngrit në fyt, por buzëqeshja e punonjëse sociale ishte ngrohtë. Kam ardhur të shoh si po ja dilni të gjithë, shpjegoi ajo. Ndërsa vizitonte shtëpinë duke vënë re bojën e freskët dhe krevatet e rregulluara, miratimi I saj ishte I dukshëm. Ke bërë një punë të mirë, Kristina, tha ajo butësisht. Prindërit e tu do të ishin krenar. Ato fjalë do të thoshin më shumë për Kristinën se sa çdo miratim zyrtar. Por jeta kishte më shumë sfida në pritje për familjen e re. Ndërsa dimri filloi duke sjell era të forta dhe borë të dendur, kazani I vjetër I shtëpisë dështoi. Kristina u zgjuan një mëngjes dhe gjeti shtëpinë të ngrirë, me frymën e saj të dukshme në ajër. Paniku e kapi. Si do t'i mbante fëmijët e ngrohtë? Si mund të përballonte një ngrohëse të re? Me gishta të dridhur, telefonoi dyqanin lokal të riparimeve. Pronari, një burr I ashpër po me zemër të mirë, I quajtur Ivan, dëgjoi hallin e saj. Do të jem aty brenda një ore, premtoi ai. Do të gjejmë një zgjidhje. Fjalë për fjalë, Ivan bërriti me veglat e tij dhe një vendosmëri të palëkundur. Punoi pa u lodhur duke rregulluar sofën e vjetër për të nxjerrë pak më shumë jetë nga ai. Nuk do të zgjas për gjithmonë, pra lajmëroi ai Kristinën, por duhet t'ju mbaj gjatë dimrit. Në pranverë do të shohim për një zgjidhje më të përshtatshme. Sytë e Kristinës u mbushën me lot mirënjohje. Nuk di si t'ju falenderoj, tha ajo butësisht. Ivan vetëm tundi kokën. Po bën një gjë të guximshme, vajzë, duke u kujdesur për këtë të vegjël. Është gjëja më e vogël që mund të bëj për të ndihmuar. Ndërsa soba filloi të ngumëzhinte përsëri, ngrohtësia kthye ngadalë në shtëpi. Por sfidat vazhduan të vinin. Një ditë Kristina hasi në një postim në një grup lokal të mediave sociale. Dikush që pretendonte se e njinte akuzoi se dilte rregullisht në klube nate dhe I neglizhonte fëmijët. Fjalët e goditën si një gozhd. Si mund të mendonte dikush që ajo do ta bënte atë? Situata u përshkallëzua shpejt kur Sana Pushkarskaja, drejtuesja e departamentit të kujdestarisë dhe besimit të qarkut komunal Kalinski, ju bashkua diskutimit. Në një koment publik, Pushkarskaja deklaroi: Kristina është intervistuar disa herë, është ofruar ndihmë dhe janë dhënë para lajmërime. Ne po përpiqemi ta mbajmë familjen e fëmijëve bashkë, por kujdestarja, vajza, po injoron kërkesat e autoriteteve të kujdestarisë. Nëse Kristina nuk ndryshon qëndrimin e saj ndaj fëmijëve dhe detyrave të saj si kujdestare, do të lindë çështja e largimit të saj nga detyra dhe marrjes së fëmijëve. Ndoshta tani ajo do të na dëgjojë. Zyrtarja shtoi: Nuk është sekret që Kristina del rregullisht në klube. Dhe përmendi ankesa të tjera që nuk mund t'i diskutonte publikisht.
Pushkarskaja madje pretendoi se Kristina kishte refuzuar një ofertë për të dërguar fëmijët në një kamp veror, i cili do t'i kishte dhënë asaj një mundësi për të shlodhur. E lënduar dhe zemëruar, Kristina u tundua të shpërthente, por mori frymë thellë, duke kujtuar shembullin që duhet të jepte për vëllezërit dhe motrat. Në vend të kësaj, ajo postoi një përgjigje të qetë dhe të sinqertë. Nuk ka asnjë pikë të vërtetë në postim. Fëmijët e mi janë të veshur, të ushqyer, kanë gjithçka. Personi ndoshta e ka shkruar këtë nga xhelozia, por nuk e kuptoi se çfarë ka për të pasur zili. Unë edhe qerpikët i bëj me miqt. Nuk është e shtrenjtë dhe mund të bëj manikyrin tim vet. Ka mësuar si ta bëj. Nuk kam as kohë, as dëshirë të provoj asgjë. Ka shumë punë në shtëpi. Duhet të bëj detyrat me fëmijët. Kristina gjithashtu ftoi çdo që kishte shqetësim të vinte t'i vizitonte për të parë vetë se si po jetonte familja. Për çudinë e saj, shumë në komunitet u mblodhën në mbrojtje të saj. Fshinjët që kishin parë për kushtimin e saj të palodhur folën. Drejtori i shkollës lokale vlerësoi frekuentimin dhe përparimin e fëmijëve. Ngadalë valja e opinionit publik u kthye në favor të tyre. Incidenti tërhoqi vëmendjen e mediave lokale. Kur gazetarët e tuan, Pushkarskaja pretendoi se llogaria e saj në mediat sociale ishte hakuar dhe mohoi të kishte shkruar komentet. Departamenti i Mbrojtjes Sociale i Kalinskit nisi një hetim për incidentin. Kjo përvojë mësoi Kristinës një mësim të vlefshëm për trajtimin e kritikave dhe qëndrimin besnik ndaj vetes. Ajo kuptoi se nuk mund të kontrollonte çfarë mendonin apo thonin të tjerët, por mund të kontrollonte veprimet dhe reagimet e saj. Mbështetja që mori nga komuniteti forcoi vendosmërinë e saj për të vazhduar të bëjë më të mirën për vëllezërit dhe motrat e saj, pavarësisht nga sfidat me të cilat përballej. Ndërsa muajt kalonin, jeta u stabilizua në një normalitet të ri për familjen. Fëmijët lulëzuan në shkollë duke bërë miq dhe duke shkëlqyer në studime. Kristina gjeti gëzim në kënaqësitë e thjeshta, ndihma me detyrat e shtëpisë, kujdesi për kopshtin e tyre të lulëzuar dhe momentet e qeta në fund të ditës, kur të gjithë grumbulloheshin në divan për të lexuar histori së bashku. Por ëndrat e Kristinës nuk ishin zhdukur plotësisht. Ajo ende dëshironte një arsim, mundësim për të ndërtuar një karrierë. Me fëmijët më të vendosur, filloi të eksploronte opsionet e mësimit online. Natën vonë, pasi fëmijët flinin, ajo studionte për kurset e vendosur të përfundonte arsimin e saj të shkollës së mesme. Balancimi i studimeve me nevojat e familjes nuk ishte i lehtë. Kishte net kur donte të dorëzohej, kur pesha e përgjegjësisë ndihej shumë e rëndë, por pastaj shikonte fytyrat e qeta të vëllezërve dhe motrave të saj të fjetur dhe gjente forcën për të vazhduar. Përkushtimi i Kristinës tha rezultat. Jo vetëm që përfundoi ekuivalencën e shkollës së mesme, por u pranua në një program mësimi në distancë të një kolegji lokal. Ditën kur mbërriti letra e pranimit, e gjithë familja festoi. Ato fjalë do të thoshin më shumë për të se sa çdo arritje akademike. Kuptoi se ishte bërë një model për vëllezërit dhe motrat e saj, duke marrë përsipër këtë përgjegjësi të madhe. Ata po mësonin vlerën e punës së palodhur, këmbënguljes dhe dashurisë pa kushte. Ndërsa vitit kaloni, familja Jevchenko u vendos në realitetin e tyre të ri. Rruga nuk ishte lehtë. Kishte debate, luftra financiare dhe momente dyshimi, por kishte gjithashtu fitore të vogla dhe momente gëzimi të papritura. 7 vite pas vendimit të Kristinës, kështu duken ata tani. Vëllezërit dhe motrat e Kristinës nuk janë më fëmijë të vegjël të friksuar që ishin dikur, por adoleshentë të rritur të ri me ëndrat dhe shqetësimet e tyre. Ajo dinte se udhëtimi i tyre ishte larg përfundimit, por ata po e përballonin atë së bashku, një ditë në një kohë. Çfarë mendoni për udhëtimin e Kristinës? A keni njohur ndonjëherë dikë që ka bërë një sakrificë të ngjashme për familjen e tyre? Ndani mendimet tuaja në komentet më poshtë dhe mos harroni të pëlqeni dhe abonoheni për më shumë histori frymëzuese si kjo.